Muzeu Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër është i pari vend kujtese historike në rang kombëtar i cili përkujton viktimat, metodat dhe torturat e ushtruara gjatë regjimit komunist mbi mijëra të pafajshëm. Interesi për të parë nga afër këtë muze vijon të jetë i lartë nga turistët vendas dhe të huaj. Pritshmëritë janë që numri i turistëve shtohet, po kjo besoj është diçka e cila vërehet edhe në qytet, pra reflektohet qytet, sepse lëvizja e tyre ka filluar që herët, besoj në gjykimin tim ka filluar më herët se edhe vitet e paraardhëse. Normalisht ne jemi të përgatitur për t'i pritur ato, jemi përgatitur për t'i treguar punën tonë, për t'i treguar atë çfarë ofron ky vend, por edhe për qenë, le të themi, një nga asetet kryesore turistike të qytetit. Drejtori Mirdita bën të ditur se pritshmëritë janë që ky sezon të ketë një numër të lartë turistësh që do të vizitojnë këtë muze. Duhet thënë që vetë, le të themi, periudha e komunizmit është e mbështjellur me një lloj misteri për to, sepse nëse bëhet fjalë për turistë që vinë nga Europa perëndimore, normalisht ato nuk e kanë përjetuar një regjim të tillë, nuk e kanë përjetuar një sistem të tillë, dhe dashje pa dashje kur krahasojnë jetën e tyre ndoshta në vitet 70, vitet 80, kur ato jetonin të lirë, kishin një jetë normale, në Shqipëri ndodhte krejt e kundërta, pra ëndra për të qenë si ato ndëshkohej me burg, ndëshkohej shpeshherë edhe me vdekje. Që nga hapja në vitin 2014, Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës është një nga pikat më të vizitueshme nga turistët, kryesisht nga ato të huaj.